Në një kohë që Partia Demokratike do të mbështesë në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit për Bashkinë e Vlorës, kandidatin e pavarur Dionis Sota, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara, thekson se programi i kandidatit të opozitës do të bazohet tek problemet e qytetarëve dhe zgjidhja e tyre. Programi i kandidatit dhe i Partisë Demokratike për Bashkinë e Vlorës do të bazohet vetëm dhe ekskluzivisht te problemet e qytetarëve, sepse zgjedhjet lokale apo vendore që quhen janë për t'i dhënë zgjidhje atyre probleme të përditshme që qytetarët kanë dhe që për fat të keq në qeverinë e Edi Ramës dhe në bashkitë e drejtuara nga Edi Rama nuk gjejnë asnjë zgjidhje, madje gjejnë veç arrogancën e drejtuesve të pushtetit vendor dhe atyre qendror. Kryedemokrati Hysni Shara thekson se kryetarët e bashkive që Partia Demokratike fitoi në zgjedhjet e 2 viteve më parë kanë treguar se janë shërbëtorë të qytetarëve. Kandidati i mbështetur nga opozita, sipas Sharës, është një njeri me integritet dhe me dinjitet. Dhe kjo është treguar edhe nga kryetarët e bashkive që ne kemi në bashkitë që Partia Demokratike fitoi në zgjedhjet e kaluara, dhe kemi shembullin nga ana tjetër në antitezë me ta që janë kryetar bashkisë, të cilët janë të zgjedhur nga populli dhe ata, siç qeveria, por janë katandisur në ushtarët e Edi Ramës dhe Edi Rama i shikon si shefa sektori që i ka nënhyqëm në urdhrat e tij, në funksionin e pushtetit të tij personal. Pra një njeri me integritet, një njeri me dinjitet, një njeri që mbështetet nga një forcë politike e cila ka në program dhe një program të bazuar te hallet dhe shqetësimet e qytetarëve, patjetër që është alternativa më e mirë për të hequr qafe dhe për të rrëzuar edhe mitin e asaj që Vlora është e pathyeshme që e Majta fiton në Vlorë. Sepse në fakt historia ka treguar të kundërtën që Partia Demokratike ka triumfuar në Vlorë kur ka pasur një program të mirë, kur ka pas kandidat të mirë. Në një kohë që Partia Socialiste ka rinovuar thuajse të gjitha strukturat, Partia Demokratike e Vlorës nuk është fokusuar ende në këtë proces. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara, kjo gjë do t'i përkas një momenti tjetër të mëvonshëm, pasi tashmë strukturat aktuale janë të fokusuara tek zgjedhjet e pjesshme vendore. Ne do kemi një fazë tjetër sepse jemi marrë ekskluzivisht me denoncimin e farsës zgjedhore si në nivel qendror ashtu edhe në nivel lokal, kështu që ristrukturimi i Partisë Demokratike mbetet në një moment të dytë. Por zhvillimet siç e shikoni janë shumë dinamike dhe shumë të shpejta dhe tani duhet fokusohemi dhe të kemi gjithë vëmendjen në zgjedhjet e pjesshme vendore në të cilat Bashkia Vlorë është.